Përshëndetje dhe mirë se erdhët në podcastin Zgjohu. Sot do të flasim për sektorin call center. Është një sektor që ka punësuar një brez të tërë të rinj, ka qenë kontakti i parë për shumë persona në botën e punës, por ky sektor sot po përballet me disa sfida, le të themi, siç është largimi i fuqisë punëtore, siç është konkurenca globale apo inteligjenca artificiale. A do të vazhdojë ky sektor të jetë përsëri një motor punësimi në ekonominë shqiptare? Për të folur për këto dhe më shumë rreth sektorit call center, un kam të ftuar sot shefen e burimeve njerëzore të Teleperformance Albania, zonjën Odeta Melo. Mirë se erdhët në podcast. Faleminderit dhe mirë se u gjeta. Për të filluar pak me ju, unë e di që ju keni një eksperiencë shumë gjatë në sektor, mos gabojmë shumë se 15 vite. Si e keni parë le të themi këtë sektor dhe zhvillimet që ka pasur ky sektor duke filluar që nga fillimi, pavarësisht ajo që thash unë që ka punësuar dhe vazhdon të punësoj shumë të rinj, si e shikoni dhe si ka evoluar ky sektor gjatë viteve? Unë do doja fillimisht të nxirja në evidencë, më mirë me thënë, ose ta konturoja apo ta specifikoja akoma më mirë. Kur thua sektori call center, unë besoj që është një sektor i cili për momentin të paktën atë që unë përfaqësoj, nuk mund të konotaciohet në këtë mënyrë, sepse industria tashmë ka evoluar shumë. Ka filluar si call center edhe si thua ka filluar në një treg të pabarabartë, duke filluar nga industri shumë të rritura dhe nga kompani ndërkombëtare siç është kjo e jona, që është Teleperformanca, po ashtu edhe nga biznese të vogla, shitjeje apo biznese të pa rritura, të pa standardizuara, që në një farë mënyre kanë qenë masive në Shqipëri. Është një treg i cili ka qenë shumë dinamik, është një treg që ka përfshirë një popullsi relativisht të lartë në numër të studentëve, të brezave të rinj. Është një treg i cili ka ofruar një mundësi punësimi, po padyshim fare të barabartë midis tyre, sepse janë ato specifikat për secilin biznes pastaj që bëjnë diferencën. Ju bët një në panoram dhe është e vërtet që ashtu ka nisur, pastaj ka filluar tërheqi aktor të mëdhenj global siç është dhe Teleperformanca. Ne do të flasim edhe pak për Teleperformancën më vonë, por unë doja të dija që çfarë e bëri ndoshta këtë tërheqëse Shqipërinë për këtë lloj industrie, për outsourcing apo për industrinë, po i quajmë call center, po tani relativisht ajo ka shumë shërbime brenda. Unë do ta shpjegoj pak edhe pse e bëra edhe këtë, nuk do thosha vrejtje, po këtë notifikim në lidhje me ndryshimin midis call centerit apo një kompanie e cila jep se rëndom të quhet call center, por në fakt në fakt nuk ka asnjë gjë të përbashkët. Nëse flasim për një industri të zhvilluar që jep një asistencë klienti, pastaj pjesa e asistencës klientit apo ekspertit të klientit përfshin shumë fusha që Teleperformanca ka arritur majat e bashkohore sot, dhe unë do ta përmend ato dikur në një moment të dytë kur të flasim për Teleperformancën. Por call centeri ka nisur si një industri në Shqipëri duke pas parasysh gjithmonë edhe kostot. Shumë biznese kanë dashur të alokojnë dhe të zhvendosen duke bërë këto lloj shërbimesh me gjithmonë me një kosto më të ulët. Pastaj në varësi të industrisë apo të kompanisë, ky treg ka ndryshuar. Janë kompani që janë rritur, janë sofistikuar, kanë nëpërmjet kërkesave që ato kanë, nëpërmjet vizionit dhe vlerave që ato përfaqësojnë, dhe padyshim që në të gjithë vazhdon e këtyre viteve është bërë edhe një lloj klasifikimi, është bërë edhe një lloj identifikimi i industrive të vërteta në këtë fushë. Kështu që unë do të thosha që është një industri e cila ka nisur thjesht për përfitime të momentit, si nis çdo lloj biznesi, dhe duke vazhduar pasaj më tej me zhvillimin e këtij sektori, evoloi në situata të tilla siç është edhe përfaqësimi i Teleperformancës në këtë industri, që do të thosha realisht nuk ka asnjë gjë të përbashkët me një call center, po evoloi pikërisht në ngritjen e standardeve të dhënies së shërbimeve për kompani të mëdha, multidimensionale dhe shërbime të cilat jipen në 360 gradë. Nëse shikojmë nga aspekti të rinjve, sepse shumica janë të rinj që fillojnë punë në këtë sektor,
Çfarë përvoje fiton një ri në sektorin call center ose të shërbimit të klientëve? Unë do të thosha këtë, bën diferencën ku punon. Bën diferencën ku punon. Në një industri të zhvilluar, po themi siç është tipia, një i ri që punon zhvillohet nga të gjitha pikpamjet. Sepse tipia tashmë nuk bën thjesht një asistencë klienti minimale apo mediokre. Tipia jep shërbime digjitale, tipia i trajnon njerëzit e saj sipas kërkesave në rritje dhe në vazhdueshmërinë e saj në ndryshim të përhershëm për t'u përputhur atij shërbimi të shkëlqyer që do t'i japi industrive të mëdha. Ka mundësi që të bëjnë një karrierë në dhe që kanë call mundësi center. absolutisht përveç se të trajnohen, që trajnimi sot kushton në të gjithë botën dhe ky është një aset fantastik që mund ta marrë dikush free në vendin e punës. Dhe në ndryshim me mentalitetin që është akoma në zhvillim për trajnimin e njerëzve në vendin e punës, tipia e ofron këto me platforma të standardizuara, të dedikuara. Ne sot trajnojmë njerëzit për inteligjencën artificiale, për inteligjencën emocionale. Këto janë nocione bashkohore që nuk mund t'i gjesh kudo. Janë nocione bashkohore që ti paguan për të trajnuar, për të patur konceptin e dur dhe për të ecur në jetën e përditshme. Kështu që kur punon për industri që janë të standardizuara, të rritura, që dinë çfarë kërkojnë, janë në kërkim të ekselencës, pra janë në kërkim të zhvillimit, gjithmonë më tepër është ajo nevoja që ti të rrisësh njerëzit, ti trajnosh, ti edukosh, që të jenë të aftë të përballojnë tregun. Një ekspert në Shqipëri, një ekspert i klientit në Shqipëri, është njësoj me një ekspert klienti në Holland, në Itali, në Francë, Gjermani, në të gjitha vendet evropiane. Flas për rajonin evropian, sepse tipia është e përhapur në gjithë botën. Kështu që kush është i zgjuar, zgjedh vendin e duhur dhe merr maksimumin dhe nuk merr vetëm thjesht një eksperiencë minimale për t'u paguar. Sa për info, në sa vende është e shtrirë teleperformance? Po, është mbi 180 vende. 180 vende në ka, domethënë, një numër punonjësish të cilët i menaxhon me standarde bashkëkohore, të cilët i standardizon njësoj. Është ajo që thash pak më parë, nuk dua të bëhem repetitive, por është një kompani, një kolos i cili ka të qartë si thua perspektivën, e di ku do shkoj, e di shumë mirë ku është, e di ku do arrijë dhe është gjithmonë një e ka një objektiv, një target se ku do shkoj dhe një zhvillim karriere. Por zhvillimin e karrierës është pasojë. Po. Sepse ti duhet i përgjigjesh kushteve që kërkon për të qenë i suksesshëm në teleperformancë. Po teleperformanca ka vizion. Teleperformanca nuk jeton ad hoc. E di ku do jetë mas 10 vitesh, 15 vitesh, 20 vitesh, duke përgatitur liderat e të ardhmes që të japi këtë lloj standardi. Dhe që të përgatisësh liderat e të ardhmes, duhet të kesh interlokutorin e duhur, që përfshin që ke front desku, që është eksperti i klientit, që ne e quajmë realisht edhe me krenari ekspert, deri tek leadershipi. Ju kishit një eksperiencë prej 15 vitesh në këtë sektor. Nëse do të kthehemi pak mbrapa në kohë, si ka ndryshuar kushtet, si e mbani mend në fillim, nuk po them vetëm për teleperformancë, se teleperformancë unë e di ka kushte shumë të mira sepse i kam vizituar zyrat tuaja, por në përgjithësi po flasim për sektorin, në një panoramë të përgjithshme, si ka ndryshuar kushtet 10-15 vite përpara? Me kushtet që kemi tani. A ofrohen kushte më të mira për punonjësit? Unë do të thosha këtë. Nëse do të flisja për tipin, mund të them që në ditën 1 ka pasur kushtet e duhura, sepse është çështje standardi. Kur kam dëgjuar njerëz të tjerë që kanë ardhur nga kompani të tjera që kanë ardhur dhe janë punësuar tek ne, çuditeshin që edhe vendi i punës ku ata punonin kishte një dimension të caktuar për të ruajtur shëndetin e njerëzve. Pra, do të thosha që ti ke dëgjuar nga shumë punonjës që kanë ardhur të punësojnë ke ne që të thonë wow, ç'a ndryshimi. Përfshi këtu në kushte fizike, përfshi këtu në kushte emocionale, përfshi këtu edhe në trajnimin dhe menaxhimin e mentalitetit nga pikpamja e burimeve njerëzore. Është për të ardhur keq se dikur kemi qenë ndoshta pa dashje dhe vazhdojmë, nuk dua të jem si thua paragjykuse, por në fillimet tona teleperformanca ka qenë
jo vetëm avangard, po kishte biznese të cilat ishin të panjohura, njerëzit punonin në të zezë. Të rinjt vinin edhe merrin një rrogë thjesht për të kaluar një weekend, për të pasur një të ardhur ekstra, për të mbështetur studimet. Shkojnë diçka kalimtare. Dhe gjithçka, dhe ashtu siç lindin edhe iknin nga tregu, pra kishte një dinamik të pakontrolluar për hir të së vërtetës. Flas këtu e 18 vjet përpara. Ndërsa sot që flasim, ky treg është disi më i kontrolluar, por ka shumë për të bërë. Ka shumë Nevojitet që të ngrihet standardi edhe për kushtet e punës, për menaxhimin bashkëkohor, për të drejtat, sepse ne kemi të gjithë infrastrukturën për ta realizuar. Këto janë inspektoriatet, janë organizmat e pushtetit, të cilat e përfaqësojnë atë hallkën e kontraditës apo konfliktit apo edhe kjo në një farë mënyre është thjesht pasaj në kurajën qytetare të gjithkujt për të merituar atë që ti kërkon. Duke qenë se po flasim për panoramën e përgjithshme të sektorit. Ne edhe si sindikata është ngrihet shqetësimi që emigracioni po e dëmton tregun. Ka një largim të njerëzve. E ka në dëmtuar le të themi sektorin tuaj, ju jeni shefe i xharit, ndoshta e prekni më mirë këtë situatë për ditë, ka largim të fuqisë punëtore dhe jeni ju në vështirësi për të gjetur ndoshta fuqi të re punëtore? Është padyshim absolutisht e vërtetë. Është një sfidë shumë e madhe, është një sfidë që ne shikojmë për ditë. Në pikë të parë, domethënë është edhe ajo pulli ku ne rekrutojmë. Ne nuk rekrutojmë njerëz që kanë një, po themi, një inteligjencë apo një formim minimal. Kemi disa kërkesa, sepse nëse do të jesh një ekspert i një fushë X që punon dhe do të jesh interlokutori kryesor i një biznesi ndërkombëtar, ti duhet të kesh ca cilësi. Por ajo që të bie në sy është që kur ti punon me brezin e ri, pra kur ti automatikisht, si thua, ajo grupi ku ti rekruton janë të rinj, padyshim që është shumë dinamike situata, jo vetëm e emigrimit, por edhe lëvizjeve që shkojnë, studentët lëvizin, shkojnë në shkolla, ikin për master, kthehen, duan një eksperiencë më të mirë, duan të lëvizin, duan nga pikpamja sociale, nuk mund t'i paragjykosh dot, por padyshim që është e dukshme, jo vetëm në industrinë tonë, por në të gjitha industritë dhe kompanitë, pjesa e emigracionit dhe lëvizjes së popullsisë ka një ndikim shumë të madh. Tek ne akoma më tepër sepse punojmë me një grup specifik që janë të rinj. Aftësi gjuhë e besoj. Gjuha është si thua porta hyrëse. Pastaj duhet të testohen si thua hard skills, soft skills, një kombinim i mirë që të marrësh një ekspert të suksesshëm për të përgjigjur standardeve që ne japim shërbim. Le të vim pak te teleperformance tani në vetë te kompania. Ju jeni një lider në treg, siç e përmendët, keni qenë edhe më përpara dhe vazhdon të mbeteni një lider në tregun e call centrave. Si e shikoni, si ndikon kompania në tregun e punës? A imponon dhe ajo standarde për të tjerët, apo çfarë impakti ka në këtë sektor kompania? Ka një perspektivë të detajuar dhe të mirë infrastrukturuar të rritjes së njerëzve. Pra ka një proces rritje, ka një proces formimi për çdo pozicion të ri që ajo përfaqëson dhe ka edhe një leadership i cili është gjithmonë në kërkim të më të mirës, të më bashkohores dhe kjo gjëja vjen nga qendra që është grupi deri tek qeliza më e fundit që përfaqëson kompaninë Teleperformance. Teleperformance është një grup francez në qendrën e ka në Francë. Në Francë, headquarters janë në Francë, është një kompani e cila ka një vizion dhe një vlerë të pakrahasueshme me tregun në Shqipëri. Është një kompani e cila e di ku do jetë, ku është, e ka të qartë, përgatit liderat e së ardhmes me mentalitetin e ri. Të gjithë këtë grup e ngre në nivelin e duhur. Ne sot që flasim në Teleperformance, nuk flasim më për dhënje shërbimi klienti, po flasim për dhënje shërbimesh digjitale.
Digitalizimi në teleperformancë është mënyrë pune, është mënyrë jetese. Inteligjenca artificiale në teleperformancë është një mënyrë pune. Ato toolsat apo mjetet e inteligjencës artificiale në teleperformancë jetohen. Që unë jam shumë e bindur që në pjesën më të madhe të biznesit shqiptar, të janë akoma nocione në fillimet e tyre. Po mi që më ngacmohet me këtë pjesën e inteligjencës artificiale dhe ne e kemi trajtuar këtë dhe në disa episode të podcastit. Si e shikoni ju si kompani inteligjencës artificiale? Shikoni si një zhvillim të mëtejshëm të kompanisë, diçka që duhet kontrolluar, apo është një rrezik për punojësit, përbën një rrezik për punojësit, po flas në aspektin e vlerësimit, domethënë që inteligjenca artificiale mund të bëjë vlerësimin e performancës në dienin time, domethënë po flas në këtë aspekt, se sigurisht që ajo është një zhvillim me patjetër, por në këtë aspektin e mbrojtjes së punojësve. Inteligjenca artificiale është një zhvillim i cili nuk mund të ndalet. Inteligjenca artificiale është një koncept që po ecën shumë shpejt. Zgjuarësia dhe strategjia e jonë është që në këtë vorbull të zhvillimi me të gjitha sfidat e veta të përdoret më e mira e mundshme. Që do të thotë që në këtë inteligjencë artificiale, në sektorin ku ne prodhojmë, ne të përdorim të gjitha mjetet e më të mira të mundshme për të mos zëvendësuar njeriun. Që do të thotë që atë taçin e fundit, vendimarrës, menaxhues dhe atë taçin e fundit të ndjesisë dhe të komunikimit e jep gjithmonë njeriu. Por një njeri i cili është i zhvilluar me mjetet më të mira të zhvillimit të teknologjisë, të digitalizimit, është perfeksion. Ju thatë që taçin e fundit duhet ta japi njeriu. Absolutisht po. Në shumë studime që bën, shikohet që inteligjenca artificiale mund të eliminojë dhe vende pune, të reduktojë një pjesë të tyre, sepse një pjesë të skillseve mund t'i marrë inteligjenca artificiale në rastin po flasim për nivelin e operatorëve. Si e shikoni këtë në fushën tuaj në sektorin e call centerave? Përbën një rrezikshmëri për uljen e numrave të punojësve? Jo, unë e thash pak, thash pikërisht atë dhe mundova të jap një nocion të përgjithshëm, atë taçin e fundit e jep njeriu. Dhe pa diskutim që dhe tek ai eksperti, taçin e fundit e jep ai eksperti. Kështu që të jem, domethënë, më mirë e më e detajuar për të dhënë nocionin se si mund të ndikohet biznesi jon praktikisht nga inteligjenca artificiale, do të thosha që kjo inteligjencë vetëm do ta përmirësoj në ekstrem shërbimin, në funksion të ekselencës, jo të zëvendësoj njeriu. Pa diskutim, në qoftë se ke një departament me 20 veta, i cili punon po themi me dorë apo me letër, me paper work, normal kur ti fut digitalizimin dhe kur ti fut një teknologji të avancuar, patjetër që do ketë një reduktim, sepse as kërkush më tani nuk parapëlqen të punoj manualisht. Paperwork tani nuk është më edhe brezi i ri parapëlqen të sfidohet me mjete që zhvillojnë trurin edhe bëhet dhe më atraktive edhe puna. Jo, ndoshta një sugjerim që besoj se ju duhet ta keni këtë gjë që në momentin që vende të ndryshme, të cilët mund të preken nga teknologjia, ka një plan ose nga inteligjenca artificiale për tu rialokuar në pozicione të tjera, sepse kjo mund të jetë një strategji ndoshta për të mbrojtur fuqinë punëtore. Kjo absolutisht që po. Unë e thash dhe pak më përpara, të flas gjithmonë për teleperformancën. Në teleperformancë nuk punohet ad hoc asnjëherë. Nuk janë vendime të rastësishme, absolutisht. Flitet për një strategji të mirëfillt dhe përveç kësaj është një infrastrukturë aq mirë e detajuar sa përgatit dhe nga pikpamja e formimit njerëzit që duhet t'i përgjigjen këtij zhvillimi bashkëkohor. Teleperformanca ka universitetin e saj ku përgatit liderat e së ardhmes, që do të thotë që vlerëson riskun, vlerëson ku do jetë, vlerëson pasojën dhe përmban një strategji në vetvete ku reziduit apo ato mbetjet të jenë në zero.
në bazë ka po Pra të themi përdoret e menaxhimin e gjithë fuqia Six Sigmas. punëtore. Bravo, që pikërisht të gjej root cause-in e problemet. Në momentin që ti ke në mentalitetin e zhvillimit të kompanisë apo të menaxhimit, që ti nuk ndjek pasojën, pra ti nuk kuron pasojën, po ti kuron root cause-in, pra shkakun të çdo lloj problematike në biznes, kjo të jep të gjitha mundësitë që ato gabimet, margji gabimeve të minimizohet në zero, dhe nëse kjo udhëhiqet pastaj edhe me një strategji bashkëkohore, jam e bindur që mund të arrish majat për sa i përket interlokutimit që mund të ekzistojë në të gjithë marketin botror. Jo, këtë ndërhyrje duhet ta mbështes dhe unë, sepse lidhur me faktin që sindikata që unë përfaqësoj e Post Telekomit ka aktualisht një kontratë kolektive me ju, dhe ne këtë e shikojmë dhe në punën, le të themi, sindikale që bëhet vazhdimisht. Tani duke ardhur pak te kjo pjesa e punëtorëve, që janë disa pyetje në lidhje me këtë, si e shikoni, le të themi, bashkëpunimin mes kompanisë, sindikatës, risit që mund të sjellë kontrata kolektive, sepse të kesh një kontratë kolektive si kompani është një standard, dhe ju keni qenë të parët që keni pasur dhe keni hapur dyert për negociata për kontrata kolektive. Besoj ju e mbani mend ato kohë që ka zgjatur rreth 14 muaj negociata për ta përpiluar dhe për ta arritur ato që ne kërkonim, dhe kemi pasur një diskutim të gjatë në lidhje me këtë çështje. Dhe doja të thjesht të merja këndvështrimin tuaj si funksionon bashkëpunimi mes kompanisë dhe sindikatës, këtë edhe për dëgjuesit edhe. Kjo është një pyetje shumë e bukur dhe është gjithmonë në mbështetje të asaj që thash unë, që ka të bëjë me standardet. Unë e kuptoj që të kesh sindikatën pjesë të kompanisë është jo problematik siç e ka në qendër biznesi shqiptar. Që bo sindikata, jo. Sindikata, marrëdhënia me sindikatën tregon standard. Marrëdhënia me sindikatën tregon që je një biznes i pjekur, që ke dëshirë të bësh biznesin tënd në mënyrë të suksesshme, dhe ndërkohë është vlerësi maksimal për punonjësit që ti ke në kompani dhe që punojnë për ty. Sindikata është një garantor i mrekullueshëm për sa i përket marrëdhënies punëdhënës, punëmarrës. Dhe në qoftë se ti si biznes, që Teleperformanca në këtë rast e ka vizionin për të pranuar këtë garantor brenda kompanisë, është i treguesi i jashtëzakonshëm për një standard shumë të lartë të menaxhimit të burimeve njerëzore. Unë nuk mendoj që duhet jetë problematike marrëdhënia me sindikatën, përkundrazi, nuk mendoj që është nga marrëdhëniet më të bukura dhe më të thjeshta, kemi sepse ka shumë debateve dhe diskutime. Shpeshherë ajo që thua ti mund të vi pak ndryshe tek kompania, ose ajo që duam neve nuk i vjen mirë sindikatës, po është një marrëdhënie e domosdoshme, është një marrëdhënie shumë e bukur, është një marrëdhënie që sjell zhvillim, prodhon diçka të mirë. Dhe është mentalitet, është standard. Kjo është shumë e rëndësishme dhe ne e kemi vënë në re që dita ditës, që nga momenti që është firmosur kontrata kolektive, ne kemi qenë jo vetëm për ato çështje që janë arritur aty, që kanë qenë një standard, qoftë rritja e pagave, qoftë bonusi vitit të ri, janë vënë disa benefite ekstra për punonjësit, po ka qenë edhe një derë e hapur komunikimi me kompaninë gjithmonë nga ana juaj, dhe për këtë dua t'ju vlerësoj edhe si kompani që përsëri vim te fjala juaj që keni një standard dhe jeni gjithmonë të gatshëm për të komunikuar dhe për të dëgjuar probleme të tilla. Ne bashkë kemi komunikim edhe për çështje që i përkasin edhe një punonjësi, që mundohemi ta zgjidhim dhe të gjejmë konsensus, edhe për një punonjës kemi pasur raste që kemi debatuar dhe kemi arritur që të gjejmë një marrëveshje. Dhe për këtë dua t'ju falenderoj. Ndofta dhe një pyetje, sepse lidhet me dialogun social. Ju e keni atë, po ndofta për të dhënë një mesazh se sa i rëndësishëm është dialogu social midis punëmarrësit dhe punëdhënësit, dhe si e vlerësoni ju si kompani? Unë do të thosha që dialogu social është një mekanizëm fantastik në dorën e të dyja palëve. Nuk funksionon vetëm nga një anë, por nëse ke mentalitetin e duhur si kompani, që ti të pranosh një alternativë tjetër për ta certifikuar atë, për ta kontrolluar, për ta parë, tregon një pjekuri dhe një arritje në biznes. Po ashtu nga ana tjetër, edhe nga pikpamja e sindikatës, unë do t'ju inkurajoja
që juve të jeni sa më prezent në të gjitha bizneset, sepse në long term dhe biznesi vetë do ta kuptojë që është një garantor i mrekullueshëm që dhe njerëzit ndihen më të sigurt, më të qetë dhe ndihen nuk do thosha e mbrojtur është fjalë e madhe, por në një farë mënyrë edhe pse jo, kur shikojnë që ti hedh diçka të shkruar, të zezën mbi të bardhë, me të drejtat, me pagesa ekstra, me detyrime, edhe ndërkohë është një garantor i mrekullueshëm i marrëdhënies së dypalësha. Shumë e vërtet që sindikata, ashtu si gjyqa, nuk është armiku kompanive, është partneri social, është ai garantori që punojësit kanë një derë dhe është më mirë edhe për kompanitë kur këto janë të organizuara, kur flasin me një le të themi institucion si sindikata dhe sindikata përcjell dhe në mënyrë reale, sepse nuk është të thënë që tani unë të vi te kompania, them ma bë rrogën kaq, ma bë aq, sepse duhen marr parasysh sindikata duhet të jenë dhe me këmbë në tokë, që të kuptojnë se si ecën biznesi, se cilat janë nevojat e punojësve dhe prezenca e tyre në kompani atë që ju keni realizuar, besoj duhet të jetë një thirrje edhe për gjitha bizneset për ta pasur këtë lloj bashkëpunimi. Dhe unë e vlerësoj shumë bashkëpunimin që kemi pasur deri tani me Teleperformance Albania. Partneriteti është shumë i rëndësishëm. Partneriteti dhe interlokutori është shumë i rëndësishëm. Në momentin që ke një partneritet në vëmendje, në zgjidhje problemesh, në mentalitet, në çështjet e gjykimit apo të menaxhimit të çdo lloji konflikti, sepse sindikata më tepër është një arenë e asnjanse do thoja unë për menaxhimin e një konflikti më tepër dhe mbështetse, do thosha në këtë drejtim. Në momentin që krijohet një ambient i shëndetshëm që ky konflikt të ketë një zgjidhje të shëndetshme, është ambienti më perfekt. Kaq perfekt kaq të bukur sa që thash unë de facto nuk është, duhet të themi të vërtetën, ka shumë debate aty në mes, po një biznes i pjekur edhe me një mentalitet bashkohor e ka kuptuar tashmë që vetëm debati prodhon zhvillim. Sepse ai debat është për të mirën e punojësve, ndërsa ju si kompani thoni që punojësi është aseti më i shtrenjtë i kompanisë. Absolutisht. Bizneset e zgjuara investojnë tek asetet e veta. Patjetër. Sepse ajo e mban, ata e bëjnë realisht punën. Që në fillim të bisedës pam si është zhvilluar tregu dhe se si ka ecur ky treg. Ajo që unë doja të thoja që në fillim që nuk bëhet fjalë për një call center, bëhet fjalë për një kompani ndërkombëtare që ofron shërbime bashkohore, që trajnon njerëzit e saj, i rrit, i zhvillon, bëhen liderat e së ardhmes, jo vetëm në Shqipëri dhe jashtë, dhe ka një path, një perspektiv të mirë organizuar, është vend i dur për të zgjedhur. Meqense jam përballë një mikrofoni, unë do t'i thoja të rinjve shqiptar, kërkoni vetëm më të mirën. Dhe më e mira nuk është vetëm ngjyra apo dukja, më e mira është standardi. Më e mira është zhvillimi. Dhe nuk ka thirrje më të mirë, unë ja u them gjithmonë, shkoni në ato kompani kur respektohen të drejtat tuaja, aty ku ka kontrata kolektive aq më mirë dhe që ka një përfaqësim sindikal, sepse aty tregon që ajo kompani ka një farë standardi dhe në qoftë se nuk e ka 100%, por mundohet të arrijë maksimumin në atë standard për të respektuar të drejtat e punojësve. Është një rregullator aty në mes që gjithmonë rregullon. Kështu që kjo është gjë shumë pozitive. Si e shikoni të ardhmen e sektorit dhe ju bët një thirrje për të rinj dhe çfarë thirrje mund të bëjmë për të rinj për të ardhur në këtë sektor? Por përpara se ti përgjigjesh asaj pyetje, unë do të them me kuriozitet që gjatë punës në call center kam parë njerëz me master, me PhD, që zhvillohen atë sektor. Nuk është ajo fjala e rëndom siç e tham fillim call center, është një shërbim klienti, është një kompani shumë e madhe. Po, që punson mbi 3000 punonjës, kështu që ka vend dhe hapësira për të bërë karrierë. Pra, pyetja është kjo, si e shihni të ardhmen e sektorit? Nuk dua të bëjmë repetitive, po do t'jap thelbin. Në qoftë se zgjedh kompaninë e duhur, e ardhmja e sektorit është gjithmonë stable, e palëvizshme dhe shumë e qëndrueshme. Sepse bëhet fjalë për biznese të cilat rriten çdo ditë me zhvillimin bashkohor. Dhe kur ke një kompani që ti punon për që rritet me zhvillimin bashkohor, ka vend për të gjithë. I jep mundësinë të gjithëve për të arritur bashkohorën.
Kështu që kush është i zgjuar për të rinjt, pse jo, është një eksperiencë fantastike. Në përgjithësi unë, edhe si individ, edhe me eksperiencën time personale, po edhe për zhvillimin e shoqërisë, kudo në botë, po dhe shqiptare që ka një dinamik fantastike, të rriton janë fantastik, do me thonë, janë të lutur të mësojnë, kanë shumë kuriozitetit për të ecur përpara, duan të bëjnë gjithçka më të mirën e mundshme, janë shumë në kontakt me informacionin. Shpeshherë është vetëm selektiviteti i informacionit ai që bën diferencën, por unë doja të thoja, punoni, jepini vetes shanse për të punuar. Puna është zgjidhja për gjithçka, është zgjidhja për zhvillimin e mendjes, është zgjidhja për zhvillimin e jetesës, është zgjidhja për zhvillimin e vetes, por bëni të zgjuar. Punoni për ata që duhet. Punoni për ata që nuk merr vetëm një rrog. Unë kam parë shumë call centra, por tërë performanca ka një standard dhe vazhdon mbaj atë flamurin e sektorit dhe tregut. Absolutisht. Unë të falenderoj shumë për prezencën zonja Melo dhe uroj që të kemi edhe të vazhdojmë bashkëpunimin edhe më tej për zgjidhur gjithë ato problematikat që na lindin gjatë marrëdhënies tonë. Gjithë do t'i bëjmë. Shumë faleminderit edhe një herë që ishe pjesë e podcastit tonë. Faleminderit për ftesën dhe faleminderit për mundësinë. Faleminderit.